Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka thënë se betejë për postin e presidentit ka të bëjë me pangopjen e lëvizjes së vendosje, edhe pse i ka marrë 51% në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Kosova sot është në blokadë, ndërsa qeveria është jo funksionale, shteti është jo funksional. Ekonomia e Kosovës është buzë kollapsit në mungesë të investimeve, edhe të sektorit publik, po edhe të huaja, dhe në një blokadë janë ndërmarrjet dhe korporatat të cilat kanë probleme serioze deri tek falimentimi i tyre dhe përjashtimi i punëtorëve nga puna dhe mos dhënia së pagave. Këtu është situata e Kosovës. Çmimet e konsumit për qytetarët, për familjet, kanë ardhur në atë stad që janë bërë të papërballueshme me bojete. E ku është debati politik dhe publik dhe qeverisë sot? Paramendone që 2 parë zgjedhje i fiton lëvizja vetëvendosje. Në të fundit me 51% dhe nuk është në gjendje ta bëjë shtetin funksional për shkak se është e pangopshme dhe don që ta merr edhe këtë institucion, edhe institucionin e presidentes. Kuvendi i Kosovës u përpoqë me 5 mars ta zgjedhë presidentin e ri, por partia në pushtet i paraqiti 2 kandidat për president, por vetëm pasi kishin dështuar bisedimet paraprake me partitë opozitare për një emër që do ta gëzonte mbështetjen e nevojshme. Presidenti i Kosovës zgjidhet me 2/3 e votave në 2 raundet e para apo me 61 vota në raundin e tretë, por nevojiten 80 deputet në sallë që seanca të mund të mbahet.